Prandaj pyete veten, ti si e kritikon veten? Cilat fjalë ti I përdor për veten tënde në vazhdimsi? A e pranon vërtetën se sa e bukur je? A e pranon vërtetën se sa e zgjuar je? A e pranon vërtetën se I ke gjithë mirat? A e pranon vërtetën se e ke shëndetin? A e pranon vërtetën se e ke mendjen? A e pranon vërtetën se I ke duart me cilat përdor mjetet, telefonin, kompjuterin, internetin, shkruan, din të lexojsh, shef, dëgjon, nuhat, shijon. Çfarë I folish vetës tënde vazhdimisht? Si e kritikon veten? Domethënë, gjykimi I të tjerëve është vetë gjykim. Frika nga kritikat e të tjerëve është vetë kritik. Ato gjëra duhet pastrohen, prandaj është edukimi, mendje, trup, shpirt. Mendja duhet pastrohet.